A duhet t'i shtrydhni puçrat në fytyrë? Ja çfarë thonë dermatologët. Pjesa më e madhe e femrave, sidomos adoleshentët, qëndrojnë disa orë para pasqyrës duke u përpjekur që të pastrojnë fytyrën me produkte të ndryshme kozmetike apo plasur puçrat, por a është mirë që t'i plasni puçrat? Përgjigjja është jo. Shtrydhja apo plasja e puçrave nuk është një zgjidhje e mirë, por vetëm sa e përkeqëson lëkurën. Si formohen puçrat? Aknet apo puçrat në fytyrë janë një ndër problemet me inflamacion më të përhapur tek adoleshentët. Më shumë se 80% e tyre kanë puçra në fytyrë. Ato mund të shfaqen dhe me kalimin e kohës për arsye të ndryshme si mosbalancimi i hormoneve të quajtura androgjen. Një puçër si një çantë e vogël pas lëkurës që përmban vaj, bakteri dhe inflamacion. Duke i shtypur, ju i përhapni këto përmbajtje të dëmshme në të gjithë lëkurën, duke e përkeqësuar edhe më shumë problemin.